se e kom dhënë të në trastu. Dikush me kamion për Burisi Karaj që kjo më këthy. Tani ju më këthy une, ku shku të kamioni atje, ku ashtë kjo zoja atyna, të kamioni, tani e po që ja vejte me gjishtë të huna që ti më shfolë dishta. Kjo zoja më nalë ke mua, ma majke dire në kamionit edhe bisedojke me ta. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar këtu në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-et të mia, mund të klikoni këtu te logoja poshtë. Mirë, ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Do të jetë një shqiptar nga Kosova, Rezart, në fakt emri i tij vërtet nuk është Rezart, por ditën e sotme do ta thras me këtë emër. Ai do t'rregojë një problematik që po has me ish partneren e tij dhe kërkon që të hyjë në live me Odetën, por imazhi i tij mos të identifikohet. Kështu që do hap dritaren dhe do ftoj menjëherë Rezartin për ta dëgjuar historinë e tij. Rezart, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Më ke telefonuar dhe kërkon që ditën e sotme të jesh këtu në live me mua dhe nuk kërkon që imazhi jot të publikohet dhe prandaj je pozicionuar me kurriz në atë karriken tënde në shtëpinë tënde. Po. Atëherë ju keni një problem që doni ta ndani dhe kush është problemi juaj konkretisht? Unë kam një problem me ish gruan teme. Po. Ajo më ka lajmu mua para do kohën polici, edhe me të gotën 13 timujt e këm pas gjykimin e kohën me ta. Ju jeni divorcuar apo jeni në proces divorci? Jam divorcuar, ka një vit me ta që jam divorcuar unë. Por në momentin që ka mbaruar divorci, çfarë probleme keni tani pas një viti ndarje? Tash problemi është që ajo mua më pizdash veç për letra, se kur e ka marrë letë thirrjen për më shkun gjykat mundo, ajo mua më ka thirrën telefon, ti bën termin sa dush për ndarje, unë kur i vitoj letrat, që atëherë shkoj vetë ndana. Ajo mua më ka thirrën veç për letra. Po sa vite bashkë keni qëndruar Rezart? Mos të rajnë 2 vit, një vit e gjysë ose 2. Po menon me dokumenta komplet. Ju jetoni aktualisht në cilin vend? Unë jetoj në Austri momentalisht. Në Austri. Dhe ti pretendon se ishnusja juaj është martuar enkas me ju vetëm të përfitojë letrat në Austri? Po, vetëm për letra. Por pse e mendoni këtë gjë? Se vetë ma ka thonë telefon ka thirrë kutor, thirrja e dytë për në shku në gjykat mundo, vetë ma ka thonë në vojtë vetë më ka thirrë telefon. Dhe çfarë të ka... Kur t'i fitoj letrat, unë shkoj vetë e ndona në gjykat të atëherë. E jo kur dush ti. Ti mush me bërë termine sa dusha e më ka thonë. Por sot ti kërkon të ysh në këtë live për çfarë konkretisht? Nëse ka ndodhur kjo gjë i dashur Rezart, ajo të ka shfrytëzuar për të pajisur me letra, është një fatkeqësi nga ana jote. Padyshim. Unë sot duhet të të them ty që duhet me t'i quhe që ajo kur në gjykata ditë ka thonë që unë nuk e kum di që janë të ndonë me t'i kësaj. Pi merë, pi shtinë, parë. Unë ty këmë t'i quhe letra që ajo ka folë, që ditë kër e ka marrë në thirrjen për në shku në gjykat, ka folë me familjen e vetë, ka bo plone me familjen e vetë, ajo nonën e vetë e ka rejnë. Unë t'i quhe letrat, çka ka folë me vllatë vetë, me motës vetë, edhe me nënë vetë. Por do të pyes, ju keni qëndruar 2 vite bashkë, si ka qenë njoja jote me ish nusen? Si jeni njohur ju të dy? Unë ju njohur në Kosovë me ta. Jeni njohur ku dhe njeri lutem? Në Kosovë, përmes të rrjeteve sociale. Në Kosovë, jeni njohur në Kosovë nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe kjo histori dashurie që nisi online, vazhdoi dhe ju u takuat bashkë. Unë në më poni martuat edhe njerë kam një qipë me ish grunë e parë. Po, ju keni një martes të parë dhe keni një vajzë, e qartë, e kuptova. Pas ndarjes me gruan e parë, vendose të krijojë familjen dhe u njohej me këtë vajzë tjetër nga Kosova. Po.
Çfarë ndodhi? Ajo erdhi aty në Austri dhe si ishte ajo bashkëtesa juaj 2 vite? Në fillim kur ka në Austri u kanë një herë mirë, po tani dikura ka zonë ndryshuar çdo sen. Kur themi Rezart ka ndryshuar çdo send, në ç'kuptim kuptim ka ndryshuar? Se e kom dhënë të tradhtu. Të ka tradhtuar? Po, e kom dhënë vetë personalisht, ju më konë të puna me fritë, me marë në arë në shpi bashkë, se unë në oranë 10 dartës, tani, kur ajo të e donë pi punës, u konë të ka folë me babën e vetë, u konë telefon, po e folë me babën e vetë. Ja ka nërë babës vetë telefonin, dikush me kamion po i dorë pi një placit, ja ka po kësan me i ka shtirat, që që adhan këtë. Pra një person i ka rënë borijes? Po. Tani ju më kështry une, ku më shku të kamioni atje, ma ka qela i derën, ku më folë, ju më përshëndet me ta, tani ju ashtë kjo na, a më një përmene e minën? Por, përderisa ju e keni mbuluar imazhin, ndoshta mos ja përmendim emrin, mendoj unë. Oke. U ashtë kjo zoja atyna, të kamioni, edhe aji shoferi kamioni të i thoi ke pse ti dedin tash me punu këto. Ka që vonë. Tani kjona se ke po qështuna una, nej. Tani e po që ja dojke me gjishtë të huna që ti më s'folë dishta. Por ky person që ti dyshon se të ka tradhtuar dhe i ra borijes kur pa gruan tënde në rrugë, është shqiptar nga Kosova apo është shtetas austriak? Shqiptar nga Kosova, por i dashur Rezart, nëse dikush i bie borijes në rrugë kur kalon një grua, nuk do të thotë se ajo të tradhton. Pse ti e dyshon këtë gjë? Ajo mund ta ketë patur dhe një mik dhe një shok. Jo, se unë dhja dhe fjallë tjera për atyna. Edhe tjera shenë ti për mëna. Kur thuaj... Se kjo kur ja ka njështë punës, qaj shqiptarë ka pas, që shme thonë, ka shku i ka folë di kuj tjetër, tani e ka lona tjetërën, tani u kështu kësaj, ja ka qi dorën të kratë, e i ka thonë në ato kom si morë. Dhe ku qëndron e keqja këtu, nësa i ka thënë e kam si motor? A mo e ka thënë si motor për dikon tjetër, jo për këta. A mo kjo më ka kalzu mu vetë personalisht. Por vetëm nga kaq sa po më tregon, ti dyshon se atë ka tradhtuar? A dhe janë sigur 100%. I kon dokument, i kon këto dëshmi që i kun thonë me folë në babë dretin, ka thonë po folë unë e për dhe shka, edhe nuk ka folë kur me babë dretin. Por për çfarë detyrove ti të fliste me babain e saj? Pse i ra dikush borijes në rrugë, ti detyrove gruan thuaj babait që tradhtova burrin, se edhe kjo nuk më duket normale, Rezart. Jo, burisi ka raj që kjo më këthy. Unë këtheva të kamionit, kjo nuk pat nevoj më arë të kamionin e se unë e shkova. Po kjo arë të kamionit, tani ja dojke me gisht të huna që mos folë dishta. Unë dojke të msheli derën e kamionit, kjo roja ma nalë të mua majke derën e kamionit edhe bisedojke me ta. Por jam kurioze të di, në momentin që ra boria dhe ti vajtet e kamionit, çfarë i the shoferit? Pse i re borijes? Ma qeni derën, mirë mama, qëshja e mirë, që ti qëshja e mirë, tash nga je janë i këti vendit pa. Tani është kjo zloja, tani janë nisi me ta me folaj. Por ju... Unë nuk këmë folë në pia ati momentit, unë si ka është kjo të kamioni, unë nuk këmë folë asë një gjama. Gjithsesi, Rezart, të gjithë episod që ti po më tregon, unë si një grua nuk mendoj se quhet tradhti. Nëse ju keni kapur gjëra të tjera që e vërtetoni tradhtin, është tjetër gjë, po me këtë episod nuk quhet tradhti, Rezart. Jo tradhtia, ajo nuk pat nevoj më orë të kamioni, por deri sa unë e shkova, se babës vetë janë ali telefonin 2 herë, edhe herë të kamioni ajo. Po mirë,
gratë nuk mund të mbahen të lidhura, siç mendon ti dashur Rezart, pse erdhi ajo në rrugën tënde pranë teje, afër atij kamioni që nga shkaku i gjithë ndarjes tuaj është pak e çuditshme. Dhe çfarë ndodhi më pas? Pas këtij episodi çfarë ndodhi më pas? Ju shkuat në shtëpi dhe debatuat me njëri tjetri? Jo, kjo ka folë me familjen e vetë, aty sen mos ka debatu. I kom thonë, kalzoj pa përshton që qështu e po situatën. Okej, sa i kalzojën e. Edhe kur nuk ka bisedu më për këtë gjonë ashtë një herë. Unë dua të flas shumë hapur dhe shumë sinqerisht me ju, Rezart. Edhe unë shumë hapur. Por nëse ajo nuk e ka marrë babain për t'i thënë këtë episod që është paksa që sharak, ta them sinqerisht, ka bërë shumë mirë, se s'mund ta detyrosh ti gruan, merr babain dhe thuaj që tradhova burrin se do ti, Rezart. Nuk quhet tradhti kjo, Rezart. Unë nuk i kum thonë qatë nata, unë i kum thonë tjera dite. Por çfarë ndodhi më pas? Se ajo me 20, ajo në marsja ka njës aty me punu, në shtator unë e nduna që ta, edhe kjo unë jam i bindët që janë trafikja. Ju jeni bindur 100% që ajo të tradhtoi pse dikush i ra burijes në rrugë? Jo që i ra burijes, po u kthyti kamioni e ja bëjke me gisht ati shoferit që mos fol ti diçka, i thojke. Se është burrim këtu? Po qatana, po. Por kur shkuat në shtëpi, ti fole me gruan? Për këto dyshime që kishe? Unë nuk më folë me ta, nuk më ka senën e. Por pse nuk komunikove? Për të marrë një shpjegim? Nuk komunikova, se u bona nervosa dhe e lash ka mos të kaloje diçka ma tepër, edhe nuk më folë unë me ta, atë një gjonë, tani ajo, t'jemi si u doon për i kamionit, ajo ka fillë, ja ka njës me nanën e vetë me folë në telefon. Dhe si vazhdoi bashkëtesa juaj pas këtij episodi? Ka një herë shkoj ke një, ka një herë ka pas grindje që shkot. Veç grindje t'i vonë më fundi veç shkot i qikët teme. Pse, ajo nuk donte vajzën tuaj nga martesa e parë? Jo që nuk donte vajzën teme, po ajo ka problemin e vetë që nuk bon fëmijë, edhe tani ma uroj të qikën teme. Kur vajza juaj vinte në shtëpinë tuaj, ajo nuk sillej mirë? Po, se ishtë gruja e parë, punon edhe ditën e djelë në punë, e ditën e shtunë, edhe ditën e djelë qika rrinë të une. E qartë, rri me ju. Po. Por ti nuk mundet do t'ja shpjegoje edhe pse e ka qenë rritur në moshë që kjo është vajza ime dhe nëse ti je martuar me mua, do ta pranosh dhe vajzën time, se është normale kjo gjë. Nuk u kanë ajo që veç në une, po ka pas urrejtja dhe për tjetër fanë që janë që me kolegin e punës që e ka në punë, ajo e urrejtje qipën që e ka fëmija, që mirë ke pushim në i herë, se ke unë s'pëmunja kry punë të rëtia, që fica shpëtë tjetër, e shkas mos preke edhe për qipën e tina. Por, ju qëndruar 2 vite bashk dhe gjithë shka u shkatërua? Gjithë shka u shkatërua. U shkatërua sepse ti pretendon që është ajo fajtore? Ajo fajtore, se unë i këmë thonë, qikës nuk i nevojnë i piskat asë ku gjohë. Sa është e vogël, është pinë. Ajo i thejke, mos e bën këta, mos e bën këta, mos e bën këta, mos e bën këta. Vinë këtë qika të une, që po më thotë kjo teta kështu, se i thejke teta ataj, që po më thotë teta kështu, që po më thotë teta kështu. Thësha, që i thësha qikës, hashe foli une me ta. Por kur ti flisje me atë, ajo si reagonte? Unë qikës i thësha që flisje me ta. Ajo, thejke, unë mujtë të avoj qikën tonë të shtot. Se qikën një të ro, e qeke dolapin, ajo i thejke shka të danë, tani qika e linke dolapin qelë, vinke të une u tut ke pisojna. E qartë? Unë ka është me livit i vendin. E qartë, vajza është e vogël dhe kurioziteti për të hapur dollapet apo për të parë gjërat e shtëpisë është normale, ndodh me gjithë fëmijët dhe me fëmijët e mi në shtëpi, por ti po e tregon që ajo nuk e ka dashur vajzën tënde dhe ky ka qenë një problem shumë i madh për ju, sigurisht. Por unë kam problemi më i madh sigurisht. I dashur Rezart,
ti në një farë mënyrë e detyrove gruan të fliste me babain e saj për të treguar sipas teje tradhtin, por ka qenë apo jo tradhti, nuk dihet kjo gjë, dhe pse ti vazhdon të thuash që ajo më ka tradhtuar, por ti vet fole me ish-vjerrin për problemet që po e shkatroni familjen tuaj? Unë nuk kom detyru këto, po unë i kom thonë, veç të regoj babës tonë qysh dhuna në atë situatë me ato me kamjan. Unë me babën e saj ka pas rast që ajo kur delet e dera aty, duhet me prit 2 minuta për me bëhat mira asaj që me kaldu që i udojt kjo. I shkojshin njerës nga mbrapa, kjo nuk e lujke vendin disë. E prekshin njerës nga mbrapa, kjo nuk e lujke vendin. Një ditë e një ditë, më ka thirë bëve, kjo konë Kosovë, kjo zoja, tani ma ka pasnojt telefonin. E këmë thirë bëve në vetë, ja këmë shpjegu, tëna senat ja këmë shpjegu. Dhe çfarë thanë prindrit e saj? Ajo thoi ke jo nuk e bon qika jam e këta, jo nuk e bon qika jam e këta. A çdo thënë i ka rajnë prindit e vetë ajo. Prindin e vetë. I dashur e zartë, unë mendoj që ju jeni i rritur dhe ajo është e rritur dhe problemet familjare t'i zgjidhni me njëri tjetrin dhe nuk keni pse të fusni prindrit në mes. Po kjo, nëse një gjë nuk shkon, ju... Unë kum pas nevojë me përdor dhunë ndaj saj, unë i thosha babës tojna. Se unë me këto kum pas, unë vesh kjo ka thonë në gjykat që unë e kum rrejt, unë nuk e kum rrejt ko asë një herë, kjo veç ka shkuar ka rrejt. Por një gjë që nuk shkon, dhe ajo mund këtë humbur dashuria, shkoj drejt divorcit dhe nuk ka asgjë të keqe për mua. Kur dy persona nuk duhen më mirë të divorcohen. Po, unë kum bo shumë për ta. Ka shku në Kosovë, para se mu martu, i ka marrë 2 kredia, tin za babës vetë, nuk e ka ditë baba vetë. Ka shku me vlad vetë një stok, i ka marrë 2 kredia. I kum pagu kredia tone, nuk e ka ditë baba i vetë hiç. I ka ble senat, ka ardhë këtu, kur më ka lajmu mua në policia mua më ka largu pi banesës. Ka ardhë motra vetë, me gjërdojën e vetë, me datën 8 mars, i kanë vjerë çdo stand. Shka kum ble për ta, me dukat, me ori i ka marrë, i kanë qunë Kosovë. Se unë për këto kum shpenzue edhe pare që e kum pas në përmjetim. Se kjo problemin e fëmijës e ka pas qysh moti, po mua nuk më kanë kalbue. Mua për 3 javë ditë, më kanë shtin këta, më kanë bo shtreç, por me feju, me martu, pa në senët mja po. Që unë mos të marrë vesh që kjo e ka qatë problem. A kjo problemin e kishë pas ditë edhe ma herët e po. A mua nuk më kanë kalbue po. Ta, familja taj. Por, gjithsesi, ty nuk ta dha njëri me zorë, për nuse këtë zonjë, ke dashur dhe e ke marrë. Po, më kam bo shtreç mua, që të martoju në këto ma shpet, por që mos të marrë veç unë e kjo që e ka problemi që nuk lind fëmijë. I dashur Rezart, problemi që nuk lind fëmijë nuk kuptohet nëse ti do rri i dashuruar dhe disa vite. Madje, po t'ishit largë me njëri tjetrin, s'do e kuptoje. Martesa do e zbulonte shumë shpejt faktin që e zbënte fëmijë. Po, kjo mu ma ka thonë që edhe i pari po që punë e kalonë. Po mirë, kjo është një fatkeqësi. Po anë me të më kalzojnë, mos të më bëjnë stres, e mos të më shimë a gjumë sene pa lidhje. Nëse... Më qika ka që problem, edhe ishin do rrugë të ma herët. A ju, pas i më arë këtu, më në qonë mu në polici, më në qitë policia pi banesës, unë e kum pagu 2 banesa këtu. 2 mujtit. A ju ka nëjtë këtu në banes teme, unë kum nëjtë banes tjetër punë, i kum pagu 2 banesat. I dashur Rezart, problemi që nuk bën fëmijë, unë e theksoj, është një fatkeqësi për çdo grua që nuk bëhet dot nën. Por nëse ajo sipas teje do sillej mirë, do të donte dhe ti do e zbuloje që ajo nuk bënte fëmijë, ti do ta ndaje? Nëse i sjell me shikën tani mirë, jo. Pra nuk është shkaku që ajo nuk bënte fëmijë që u çoi në ndarje. Apo një ndër shkaqet? Ndarje më ka qu veç qikën që nuk ma ka desh qikën.
E qartë, ky është një gabim i madh, sinqerisht. Nëse ajo nuk e ka dashur vajzën tënde, praninë e saj në shtëpi, normalisht ty të lëndon kjo gjë se është vajza jote. Dhe këto nuk janë sjellje të hijshme për një grua të rritur që të veprojë me një fëmijë të vogël ashtu. Për këtë pjesë keni shumë të drejtë dhe jam pro jush. Por gjithsesi, ju keni menduar që keni bërë gabime ndaj asaj zonje? Jo, nuk kam bërë gabime se çdo thënie kam plotsuar. Por nuk do të thotë që një burr t'i plotësoj të gjitha dëshirat një grua dhe ajo të jetë e lumtur. Po çfarë po mendon gabime, unë çka është, unë e them drejtën, s'po kuptoj. Por thjesht fakti i një sjellje në rrugë që dikush i ra bërijes dhe ti xhelozove, thjesht fakti që dyshove që ajo të tradhtoi pa e verifikuar totalisht, këto janë sjellje që të lëndojnë dhe e bëjnë një grua të ndihet keq. Jo, ajo është që ato unë për atijën, do është 100% që trafia në ajo. Se në që ato gjithë ajo që i boni, që ato shenja që ja atina, për mos me folë diçka, une aty e di që ka diçka, kam shef për diçka. Por ti nuk fole kur për këtë bised me ish partnerin tënde. Nuk e pyete asnjëherë nëse ajo të donte apo jo dhe ta pyesje për tradhtin. Sigurisht të rrallë janë njerëz që e pranojnë tradhtin, askush nuk e pranon. Por ti nuk e diskutove asnjëherë këtë gjë. Ajo, unë kundesh me diskutu, ajo gjatë ka thonë se nuk kom me tonë, edhe nuk folke ma të tjetër, që më dhe tjetër, nuk folke diska ma shumë. Edhe e linë që unë nuk e shdashka nuk ka ma shumë. Por ti po e denoncon këtu në live me Odetën, ish partneren tënde, se ajo të ka shfrytzuar, që në momentin e parë që u njoti, pas ke marrë kredi, ke ndihmuar familjen e saj, ke larë kredin. Jo familjen e saj, ato ja të mbagu kredin, jo familjen e saj. Ajo që ka bo me, kur ja ka nisë unë, që ka bo me porët e veta, ato unë nuk e di. Po unë që ja kumble arin, e erës motra vete, i vjerë, i krete, shkojnë Kosovë, unë që për që ato në të thamë, që aty u konë kredia që unë e këmë pagu. Por gjdo qift kur martohet, blen dhe i dhuroj njëri tjetrit unaza, varse, or, argjenti. Dhe kjo është normale që ti ke bërë, e ke bërë se ke dashur. Po pëse unë e këmë dashur. E pëse kjo kur erë letër, kur erë Sirja për me shkun gjykat mu do, se kjo atëherë më tha unë ku t'i fitoj letrat, shkoj vetë dona, që kjo do të thotë që kjo mua më ka desh veç për letra. Të ka shfrytzuar me pak fjalë. Më ka shfrytzuar pini ditës parë. Por dhuratat që ti i bëre kur u martuat, bëhet fjalë për çfarë shumë ari i ke blerë? Shuma është 13.500 euro, kreta i ka pas gjithë shka, e ka pas shkrume, gjithë shka, e ka pas me në nëshkrim saj e me në nëshkrim pendin. Dhe ti kërkon që ajo t'i rikthej? Une, masi ajo ma boni të pa drejten, më ka shfrytzu, une i duk kompenzimin tem, qka ja kum arin, qka kum qunë për shpitale, qka kum pagu për ta, sa herë ka shku në Kosovë ajo, ja kum pagu biletat, kur më thonë një herë, pas mi ka thonë. Gjdo të e kam një mail, telefonit, gjdo të ja kum gjetë, ajo më mi ka bësh 43 euro, që më ka shfrytzu ajo deri me 4 marsh për më kalernu polisi. I dashur Rezart, nëse ti i kërkon dhe parat e rrugës kur keni vajtu në Kosovë, dhe parat kur aja ka vajtu në spital për të mjekuar, e mendon që edhe aja mund të kërkoj parat që të ka larë robat, të ka gatuar, ka pastruar shpin, t'ja kthesh dhe ti mrapa? Ja, për shpi se ka pastru një njërë, unë me ta qu fotën, ku mdesh me qu 90 vetë fotën, për që që kalon banjën. Tu shka binën për menaj. Që shashtë, për gjdo javë, u lake që aty, asë nuk e pastrojke, asë sen hesë. Marimanga në për murë, këta unë i kam foto. Ku mdesh me qu 90 vetë, por nuk ja kun qu. Po mirë, një javë që ka pastruar, që rëndë si ka, të ka gatuar, të ka larë robat, ka ndeur robat nga lavatriqja,
Edhe ajo nuk ka qenë shërbëtorja jote. Dhe nëse sot i kërkon këto paratë që t'ja kthesh ti. Ajo këto paratë duhet me i ktheshëm kanë shpërizu. E gjithë familja kanë ditë problemin që e ka qika vetë, edhe nuk më kanë kalku. Nuk më kanë tregu ata. I dashur e zartë, ndoshta po gabon me të gjitha këto gjëra që po kërkon? Jo, të mos im ka desht ajo për letra, mos i ma boni se to më qënë polici, pa ja bon që ato senë unë që ka thonë ajo, unë këto i dukën benzinin. Sepse unë me ndotën 28 ajo ka pas mund me marshu banesa, 28 shkur. Sepse është pak e rëndë që ish gruas ti kërkosh më jep lekët që të kam çuar në spital për të mjekuar. Nuk ka logjik kjo Rezart. Se keni qenë burrë grua. Po më kanë trastu që nuk më kanë tregu familja vetë. Se kur unë e kum pas në bjenë këtuna, të një mjek, a i mjek që më ka thonë, unë e kum këshyrë analizat si për qikën temë. Ka thonë, ka zhjidhje tjera, është me bjeshua fëmi, anena, pënena, po e ke po mbjenë kesh, që gruja juaj, thot, nuk mund të linë fëmi kur. Edhe unë e piq aty, i kum dalë çdo temë. Jo, ka desh në shkua dhe në Tiranë, me marrë vezore për tjetër kuj. Po unë e kum po që a i fëmi me marrë vezore të dikuj tjetër, a i fëmi nuk është të jasaj. Rezart. Edhe nuk e kum dërgua në Tiranë. I dashur Rezart, unë të paktën si Odet e mendoj që kur në një qift, kur kush dikush prej qiftit, burja apo gruaja, përballet me diçka, sepse të mos bësh fëmijë nuk është sëmundje në radh parë, por të përballesh me një situatë të tillë, pala tjetër duhet të hedhi dorën, të përqafoj dhe ti thoj që më ke mua gjithë jetën. Dhe në kushtet kur doktori dhe mjeku aty në Austri të konfirmoj lajmin e hidhur që gruaja juaj nuk mund të bëhet kurrë nën për shkak të këtyre problemeve, gjë e parë ishte që ti dhuroje dashuri dhe ti qëndroje pranë dhe jo ti kërkoje llogari pse ajo nuk të kishte treguar, sepse ajo është një gjë që nuk e ka ajo në dorë. Ajo mund të ketë lindur me një problem dhe është një fatkeqësi për të që ajo e vuan dhe do ta vuajë gjithë jetën që nuk do të bëhet kurrë nën. Ju jeni bërë baba, jeni bërë prind dhe e shijoni vajzën tuaj, kurse ajo nuk do të ketë kurrë shansin. Nëse birson do ta kesh shansin, por nëse nuk do birsoj një fëmijë, nuk ta kesh shansin për të qenë një nën. Dhe kjo është një fatkeqësi dhe në të tilla raste kur partnerët kanë të lloj gjërash, duhet jenë pranë njëri tjetrit, t'i dhurojnë dashuri dhe mbështetje, por jo të sillen siç jeni sjellë ju i dashur besart. Unë nuk jam sjell. Kur jemi dalë për atë mjekët në bjenë këto, u ka thonë kjo a ulmi diku, me pushu pak. Tani kjo tha dolën fjallët e mjekët në Shkup, që i ka thonë, qysh i ka thonë babit, i dolën fjallët e qati mjekët. Dhe të thë që kjo ka pas kontrola, edhe mu nuk më kanë tregu. Edhe i natë jenë që kjo ma boni që të keqe, më qënë polici, më shtini në përgjikota këto, që 10 vjetë pivojnë në Austri e gote, kur nuk më pas probleme me polici. E para herë është që kjo zoj, që kjo qip, që mua më palernon polici. Por ndalemi tani se ma ke thënë disa herë që më të shoj në polici, çfarë ndodhi, për çfarë të denoncoj tyja në polici? Po me që më ka denoncu polici, kishe une e ku më rej ata, para 2 muje. Pra ajo të ka denoncuar se ju e keni dhunuar? Ajo ka rejt, pashku ka genuje në polici, kishe une e ku më rej ata. Por... E ku më dhunuar. Nuk është e vërtet që e ku më dhunuar në ata. Por çfarë masash u morën për ty aty në Austri? Masat u morën që unë e lëshova banesën për 2 muj ditë. Pra, policia të detyroi që ti të largoheshe me njëherë nga banesa. Po, edhe ajo u konë shlenume në banesë, se unë me datën 28 shkurt i këmë kaldu që ti e ki ditën e funit sonte. Ditën e honë, unë ja ku marë me datën 3 mars ja ku marë
letërnjeftimin e dokumentin asaj edhe e kum shlemru. I kum thonë, ama dokumenti se du me shlemru edhe e kum shlemru e bibanesës. Tani policia ka shkuar në me datën 4 mars në polici edhe më ka denoncuar më. E qartë, a të ka denoncuar për dhunë, të policia të ka nxjerrë nga shtëpia, kështu ndodhi dhe ndarja juaj përfundimtare, por ti mund të merri një shtëpi tjetër, që ke marrë sot dhe të vazhdoje jetën, po dhe të përballeshe me policinë dhe me drejtësinë aty, se pas denoncimit ju u ritakuat në gjykat bashk. Po, me 13 jemi jemi taku në gjykat. I dashur Rezart, ju... Unë një gjonë nuk e kuptoj. Ajo në ta që po bënë kishe po ka tut pimeje. Se ajo unë pi datës 28, deri me 4, ku më ka lajmëru mua polici, ajo ka nejt me mua, ka fjet me mua, u qunë me ngjesh, e tati ajo po bënë kishe ka tut pimeje, ka dro. Që ta nuk po e kuptoj. Edhe gjykata ka mbyll atë lonë, që së më ka është letra mua, u mbylla e lonë që ajo nuk ka dëshmi sa është të rajnët. E kanë zonë të rajnët që avokati nuk është ka heqë më për atë zonë. Ju jeni akoma në proces divorci? Po edhe një proces, edhe jo, divorci u krimohet që një vit, ama në gjykatë edhe një seancë e kena. Dhe më pas merret vendimi, që do ndajeni? Jo, ndorë jemi në me letra. Pra ka ndodhur divorci, këtë po të pyes? Divorci ka ndodhur që një vit. Kurse sot je në proces gjyqësor për dhunën. Për dhunën për që ka gënyre kjo. Por, çfarë të ka thënë avokati, rrezikon të dënohesh? Jo, nuk ka shikon tom rrezik, po veç janë të i prit dëshmi në sendot ata. Shka ka thonë kjo, shka këmë thonë une, tani me datën 17, e kam gjykimin e fundit edhe mirë vendimin. E qartë, ndërkohë ti vazhdon të jetosh në Austri në një shtëpi tjetër, sigurisht, por zonja jeton në Austri? Në qatë shtëpi ku ku më bëjmë ma herët. Por zonja... Ka gjithë tjetër punë banesë. E qartë, për gjatë këtij një viti, ju nuk keni folur me njëri tjetrin, përveç se jeni takuar në gjykat, në seancat e radhës që keni patur. Jo, deri në datën 3 mars, deri në datën 4 mars, me ngjesh unë ju më kohën me tonë që tu më banesë. E qartë? I datës 4 mars, këti viti po menaj. A, ju keni qenë deri në 4 mars të këtij viti në banesë bashk? Po. Pa, a keni një vit të divorcuar, si u riktheve ti në banesë? Unë në banesë është e jemja, ama problemi është që ajo kër ju më ndohë me tonë, ajo më ka thonë që më jetë kodë të bëjë zgjidhja une. Unë i këmë thonë, deri me 28 shkurt, 2025, ti drejt me nejnë në banesë të ene. Pastaj duhet të dalësh. Po. E kuptova. Pasë me bëjë të pi banesës, më ka thirë baba i kësaj në telefon, më ka kërcnu. Ka thonë, ti dush mi bon senët qështë të mune. Po nëse nuk i bon senët qështë të mune, unë e kom atje avokat, kom njerës, e tani këshyre qështë për delë. Tyje. I dashur Rezart. Më ka thirë herën e dytë. Po? Baba ja thërë. Më ka thonë, ti senët dush mi bon. Ose unë e qoj qikën në polici, edhe tani këshyre farë probleme ki. Tani, ajo i ka po planët me familjen e vetë, pa shkun polici edhe mua merën që të probleme, se une probleme nuk më ushtru dhunë ndaj saj, atë mi thënë hetë. E kuptova, ti ke marrë kërcënime nga ish vjeri dhe ish vjera, por pas një viti ndarje... Me vjerën s'kum pas kontakt të shumë. Pas një viti ndarje, ju jetuat të ndarë sigurisht, por në të njëjtën shtëpi. Po. Sa kohë qëndruat ashtu? Thuja go, një vit po. Dhe si ishte kjo jetesa një vit të jetosh në të njëjtë shtëpi me gruan që e ke ndarë, e ke divorcuar? Jetesa u konë, herë u konë mirë, herë u konë keq.
Po si mirë, si herë mirë, herë keq. A ishe ndarë ti jetoje në dhoma e në kuzhinë? Jo, një dhomë është këna e përbashka, dhomë e kuzhinë se është banesa e vogël. Po si, flinit bashkë në të njëjtin krevat? Po, Por ju ishit pra burrë e grua, s'po e kuptoj. Pysh me thonë si bashkë jetesin shtaja. Por pse e bë divorcin pastaj? Kur ishit pra bashkë? Divorcin thash që e kumë bo veç ashtyja e qikës tene. A ashtyja që ajo ka banua me mu, ajo më ka thonë mu ka lut, në shpirt në onës që mjetë po dhe gjosh gjithje. Po pra po, Rezart, e qartë, për hir të jetesës, që ti ke pasur me atë dhe që e ke dashur, ja ke dhënë këtë kohën, a e të ka kërkuar ndihmë që mos më dëbon nga shtëpia sa unë të gjej një shtëpi tjetër dhe ti e ke ndihmuar, e ke mbajtur në shtëpi. Por aman, raportet ndahen. Ti ke vazhduar të njëjta raporte si përpara, e ke trajtuar si grua. Jo, ajo ka ne që tu nuk folke me mua, qysh ka fol para ndarje. Po në darkë krevatin e ndanit bashkë. Po. Po qa kuptimi ka kjo? Ajo bashkëjetesë konë, ajo desa ka desë, ajo vetë ka thonë me gojën e vetë. Desa të dalë unë e pica të Albanese, unë e që aty kome nejtë. Qysh e në konë për para, sa kena bo kome ndaj, deri në ditën e funit që aty kemi mi bozë do stanë. Por edhe ty të ka pëlqyer kjo gjë? Sigurisht, dhe e ke pranuar, se një njeri që do të divorcohet dhe nuk ja fal gruas për 1, 2, 3, 4 gjëra, i ndan mirë gjërat. Por thuaj Rezar që dhe mua më pëlqeu të rikthesha tek ish gruaja dhe kur ajo më iku u dëshpërova, se kështu i bie me logjik. Mua nuk më ka pëlqy, po unë s'kum desh me qitë në rrugë ata në. Po pra, ti e ke ndihmuar. Po. Por, pastaj je rikthyer si përpara. Po. Ajo gjykata ajo ka thonë që na ka qitë nga dhe. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ti e ndihmove, ajo qëndroi një vit dhe iku më pas? Ajo i boni planet me familjen e vetë, e mua mi boni që të këshia që unë qënë policinë. E qartë, dhe keni procesin e fundit gjyqësor ku gjykata do vendosi dhe do uroj që mos marrësh në një dënim që të jetë penalizues për ty i dashur Rezart. Nëse ish partnerja juaj që ti dyshon se të ka shfrytëzuar, ajo ka ardhur me ty për të marrë parat, për të shfrytëzuar për letrat dhe ka ikur kur ka dashur ajo. Nëse ajo do të dëgjoj dhe jam e sigurt që do të dëgjoj dhe do të njofi dhe pse ti je me kurriz, me imazh të mbuluar, çfarë mesazhi do i përcjellje sot? Asajna. Po, asaj. Por ato, unë asaj kisha thonë veç që to që ma ke bo, i shola veç pildotit e bre. Edhe kompenzimin që i kum shpëndu porat për ty, për pa ta bo që atë kete që në këllaj mu polici, unë e kompenzimin e tu. Por deri sa ti mua më ke qumë polici. A mesazh tjetër, veç në ta vazhdoj jetën e vetë, nuk e në gjokë kushon shta e mo. As nuk du me njëtë. Por deri sa më ka shtinë për polici mua. Për ty ka humbur dashuria ndaj asaj grua. Dashuria ka humbur për mua, qysh ajo kur më ka qumë polici. Unë uroj dhe shpresoj që ajo zonjë ta dëgjoj këtë live, ta marri këtë mesazh dhe më vjen keq. Uroj më të mirat për ty i dashur Rezart. Me datën 16, ajo edhe i kisha thonë asaj që i postën, më të ma kontrollojë se ka qelës fotokopje, unë me datën 15 të këtij muajit, dhe me datën 19 ju më konë Kosovë, ajo konë ma ka kontrollu postën. Edhe videon ta qojë në tyje, qysh e ka bo banesën kur ka dalë piqës Albanese. Unë me datën 6 prill e ku marrë qelësin në gjykat, kur i marrë në banesë, e shë videon ti shka mi ka bo banesës, ajo qysh e kalon banesën. Mirë, do ma dërgosh videon dhe do ta jap te ky live i videon, pa dyshim. Kështu që do ta ndjekim videon. Me datën 7
dhe me datën 16 këtij muajit s'kum pas drejt me i shkru as ku gjo. Me datën 17 ja kum shkru letrën, ma ka bo blok në tona anët. Nuk është problem. As nuk i kum pengu, as nuk i pengoj. Po, me të dhije që kompenzimin unë e du. Kompenzimin nuk ja fali. Mos i ma pru punën me hi në polici, unë, ajo kompenzimin do të me ma po mua. Rezart, të uroj gjithë të mirat, uroj që edhe njerë po ta përsëris dhe ta them me zemër që vendimi i gjykatës mos tjetë penalizues për ty dhe uroj që zonja të reagoj. Nëse ajo do reagoj, ne do mbetemi bashkë në kontakt, kështu që të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, edhe unë desha me thonë për fund që në datën 17 e kam gjykimin e fundit, edhe njëherë du me bo një intervistë me ty e shka pëndot e tek pëndot. Mirë, do të pres, pasi të ndodhi seanca e fundi dhe gjykata do vendosi, pa tjetër që do hymë sërish bashkë të dy live, pa tjetër. Në një person se 61 vjeç, kam pas marrëdhënie me ai është i martuar, kam qenë 15 vjeçe, edhe kam një fëmijë me atë. Tash mu nga bo me dhunë që të shkosha me atë. Ky personi ka qenë quni gjaje spinal. Edhe gruaja vetë mu bo presione, ma një këtë pojnë mu. Nuk ka abuzu bashkëshorti im me vajzën, sepse vajza është në rangun e një pika. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në këtë video. Jemi live në 8-ën. Ditën e sotme ndoja dritaren për një 18 vjeçare e cila ka 4 muaj që është bërë nën, quhet Blerta. Do rrëfej një histori të dhimbshme, sepse përpara se të hyja në këtë live dhe të hap dritaren se ç'do të na pritur Blerta, pata një telefonat të gjatë me të. Është abuzuar seksualisht që në moshën 15 vjeçare dhe personi që ka abuzuar është 61 vjeç, e ka mbajtur për 2 vite partnere me dhunë. Ajo ka mbetur shtatzën, ka sjellë në jetë një fëmijë dhe i është mohuar atësia. Kështu që 18 vjeçare ka vendosur ta bëj publike dhe ta denoncoj, kështu që hap dritaren dhe ftoj me njerë zonjën Blerta. Blerta, si je me shëndet? E dashur, më ke telefonuar, e lexova dhe mesazhin, thirrjes tënde nuk të përgjigja dot kur më morën telefon, por lexova mesazhin që më kishe dërguar. Kam një problem, po fola me atë i tash të po dhe ajo po i zdjen. Por mund të ma tregosh dhe mua, çfarë problemi keni? Në një person se 61 vjeç, kam pas që për fëmijë. Ke qenë e martuar? Jo martuar, marrëdhënie me ai është i martuar. Ti ke pasur një të dashur? Po 61 vjeç që të dashur se më bëni me zot për radhën e parë. Kam qenë 15 vjeçe. Edhe kam një fëmijë me atë. Me burrin apo me të dashurin 61 vjeçar? Tash mu nga bo me dhunë që të shkosha me atë. Zemër, po sa vjeç je ti? Mu 18. 18 vjeç? Po. Dhe ke zëni të dashur 61 vjeç? Por pse? Me boni me zot që të lidhësha me atë, ne. Kush të detyroi që të lidheshe me këtë 61 vjeçar? Ky, vetë. Por si të detyroi, mund të ma tregosh para sa kohësh ka ndodhur kjo histori? Kja ka ndodhur ka 2 vjetë që kam qenë në këtë person, kam qenë një fabrikë në punë. Ti ke punoj në fabrikë dhe ke qenë 16 vjeç në ato kohë? 15 kam qenë, edhe pa mush 15. Wow, kjo është abuzim. Kam i fëmijë 4 muaj. Por të lutem, mund të ma tregosh këtë histori dhe ta dëgjoj, ke qenë 14 vjeç dhe punoj te fabrike e këpucëve. Jo, ke fabrika luleve. E lule. Dhe si u njohë me këtë person ti? Ky personi ka qenë quni gjaje spinal. A ka qenë djali xhaxhai të pronarit tënd? Po. Po, dhe çfarë ndodhi? Ishte një kohë që 2 vite mrapa me tote
kam pas lidhje me dika tjetër më përpara që ky të më bote detyrimin me zor. Apo se ky më detyron unë ndak, ai thotë do t'i tregoj prindërit tu që se ti do ndash me atë. Edhe unë ndava ka ky më detyron më boni me zor, tipo se më thotë do bëni gjatë t'ju diçka që më boni me zor. Ai të kërcënoi. Po. Edhe se nera puna se më përdënoj, era pa që isha 15 vjeqe, ma se ne buni një akuzim thote që se ti nuk bënë mund do të bëj një gjesës të ti, nuk e ke pane e mjetate, ose familje ose mjetate, më thamë. Tani të lutem, Blerta se po më shokon. Ai ka abuzuar seksualisht me ty, të ka përdhunuar kur ti ke qenë 15 vjeqe? Po. Por pse nuk e ke denoncuar në polici, zemër? Nuk denoncova që ai thote mu që se ti të hapesh këtë muhabet, mu do ke shumë pasoja dhe pranaj nuk kam... Por si ndodhi, çfarë ndodhi? Ai të mori me zor, çfarë ndodhi atë ditë që ai abuzoi me ty? Aja ditë mu më doni me zor që të shkosha me atë. Po. Edhe mëse ne aja ditë që me zore, mëse ne shkova më veç që nuk isha ku të shkoja ma, më kupton. Edhe në këtë kushtin si në padvana nuk isha ka të shkoja veç ke aji, që Por shkoje. ti nuk kërkove ndihmë te pronari jot që kushuriri ti po të kërcënonte? Nuk kërkova që më patan kënë mos i trego kuj që në mu do dalë punë shumë. Pra, nga frika që ky person po ushtronte presion dhe kërcënim tek ty, ti nuk i tregove askujt. Ja. Të mori atë ditë dhe ku të çoi? Ku ndodhi abuzimi? Ajo ka qenë mrena firmës. Po si brenda firmës? Ai nuk ishte njerëz të tjerë që punonin? Jo, ka pas shumë, po kanë qenë kamera, po jashtë kamerave. Mrena aty, po larg kamerave. Vjen shumë keq për ty. Ti nuk munde dot të flisje me prindit e tu, me nënën tënde për situatën në të cilën ndodheshe, ose të lije punën, ti ikje nga jo punë. Jo, po patan që dhe tile punën do ke shumë pasoje. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ai abuzoi me ty dhe ti? Po, e ma se nuk isha ka të shkoja që kisha frika mos ndodhin e gjaka ky që alese që priste të botën me familjen ose me mua dhe atë do të roga me shku. Pra, ti krijove një lidhje me këtë 61 vjeçar, pa e dashur, se logjikisht ti 15 vjeçe, fëmia i ti, ai të detyroi që të kishte marrëdhënie me ty. Po. Edhe ashtë i martun ka dhe i qumë, ishte 1 vjeç. Sa kohë ke qëndruar me këtë person? I vit, 2 vjeç, shtu. Në këto 2 vite, askush nuk e mësoi që ti kishe një lidhje me këtë 61 vjeçar? Edhe i tani, unë për një kërkova, i tani e mohon fëmime vetë, të nuk është fëmija im. Ti mbetesh shtatzën me këtë person. Po. Por në momenti që mbetesh shtatzën, familja jote si e priti, se nuk e fshije dot më. Jo, familja ime e dite që unë nuk kisha këtë diste se unë nuk kisha dika dhe ai ka hik, kam kupton jashtë, kur do shërët të mi. Ai. Zemër, por familja sot që flasim të dyja, e di kush është baba i fëmijës tënd? Jo, akoma nuk e din për atë e din që ka hik ai. Personi që gjasë nuk kam shku në atë se kam fëmijë. Por pse nuk i tregon të vërtetën nënës dhe babait? Pse e mban të fshet? Unë namën nuk e kam. E ke humbur nga kjo jetë nënën? Jo, ka ikur në kalon qysh Begjuli në të... Kuptova. Kush të ka rritur ty? Babi. Babai është martuar? Ka një grua tjetër? Jo.
Po motra dhe vlezër ke? Po, kam 2 motre, kam martuar, një kam shtëpi. Por në momenti që ti mbetesh shtatzën dhe barku u rrit dhe nuk e fshije dot më te babai, ai të ka pyetur sigurisht, çfarë i ke thënë ti babait tënd? I kam thënë nuk është këtu, është jashtë, nuk që ja thash po këtë muhabet, ma në dhe këtë muhabet, si ai. Por pse nuk e merr guximin t'ia thosh të vërtetën babait? Tani e kanë marrë vërtetën, por nuk do hynë me këtë punë, do që dush, ti e ke pas vetë, me nuk i nësë do hynë, se ti unë të tu e shikon vetë, dhe këshu dhe ka ne. Pra, babai e di të vërtetën. Babai jote e di të vërtetën që është ky 61 vjeçar që është babai i fëmijës tënd. Ja ke treguar dhe ke bërë shumë mirë që e ke treguar të vërtetën dhe nuk e pse e mban sekret. E dashu Blerta, por kur mbetet ti shtatzën, çfarë tha ky 61 vjeçar? Unë ka marrë vesh se isha shtatzën vetë 6 muajshe. Ka marrë vesh që isha shtatzën. Shkoha nuk e spitalin për shtatzënin. 6 muajshe ti nuk e kuptove që ishe shtatzën? Nuk e kuptova fare, nëse shkova të puna prap ku isha, ishte kë vaj fmi, si tash në fmi ashtë joti, kë e pranoj, po të është imi. E mi nëse u përgjigjte për fmi në bite, ka në lash punën edhe bite për fmi. Basa një kërë puna që e morën vesh të njerëzit e tita, e pyta shtia mohof fmi, këtë nuk është imi. Por si, a i e pranoj, kur fëmija erdi në jetë, ja dha atësin fëmijës? Ja. Nuk ja ka dhënë atësin, nuk e ka njohur? Ja. Edhe mori, e morën vesh njerëzit e vetë që është mija, ata të po i bënë analizat, se kë nuk e pranon të këtit, të fëmija nuk është imi. Nëse fëmija thët nuk është imi, tani jam të do analizat, po thëtë që këta mund të në qefin ADN-ën. Pra, meraku jo tërë që a i mund të bëj një analiza ADN-je duke fshehur gjithë shka që të dali që nuk është a i babai. Edhe gruja vetë mund bërë presione, ma një këtë pojnë mund që se kërën e vetë do me qitë gjithë mund. Pra, e ka marrë vesh dhe grua e ti? Po. Por si të shqetëson, të ka marrë në telefon grua e ti? Po, ka marrë që se ti të që se fëmija këti të nuk i del, ti do kesh pasoja, të do rysh mrena, jo do kesh shumë pasoja, do i qëjmë ma klarë të punët e në dhojët, o fëndon, jo thët gabele, jo. Do dhe fjallësh. Po ti qëfar i thua i kura e të sillet kështu? Jo, i thash po pëtë burën patë që ta i burë, jo, i thash po i më hote gjitha fjallë. Jo, pëtë nuk është i imi, thët. A i ma në më prikën e njerëzit vetë se nuk do mi të rëgu drejten. E ta Blerta, zemër ti e 18 vjeç, i e rritur sot, por prap 18 vjeç për mua i akoma e vogël. Dhe ma beso se sa më dhimbsesh me këtë histori që po më tregon, sinqerisht, mendoj si kur t'jetë vajza ime në një situatë të tillë, unë dua të të pyes dhe mu trego e vërtet, duke qëndruar 2 vite me këtë burr, që është 61 vjeç, që nuk e di, do me thënë, si quhet ky person? Mund më tregosh pak emrin? Alex Gjoka. Alex Gjoka. Jeton ku Alex Gjoka, në çfarë vendi? Në Tiranë. Jeton në Tiranë. Duke ditur që me këtë 61 vjeçar që të ka si vajzën tënde në moshë, nuk e di, ai duhet ishte pas hekurave. Ka abuzuar me ty seksualisht që kur ke qenë ti 15 vjeç. Ka shkuar, ka kryer marrëdhënie seksuale me ty në një fabrik lulesh, të ka marrë, të ka degdisur në një dhomë atje, ka abuzuar me ty dhe ai person duhet ishte pas hekurave sot. Dhe gabimi jot më i madh zemër që ti nuk e folur, po e ke mbajtur sekret. Ai person duhet ishte pas hekurave me abuzimin seksual që ka bërë ndaj teje në atë moshë.
Por duke ditur që ti ke qëndruar 2 vite me atë, ai të ka kërcënuar, të ka mbajtur me forcë, ti ke qenë e detyruar dhe e kuptoj, tani e kuptoj, kur më the që jam tutur pa nën. Një vajzë që ka patur fatin të rritet pa nën, vetëm me një baba, sigurisht që një baba nuk e zvënson dot figurën e nënës, sa do të sakrifikoj për fëmijët, rolin e nënës një baba nuk e bën dot. Dhe ty të kanë munguar shumë gjëra në jetë dhe shumë gjëra mos qaj, të lutem. Blerta, zemër unë të premtoj që do vi aty ku je ti të takoj nga afër, por mos qaj, të lutem. Je rritur me pahir nga hallet dhe sot je një nën. Pavarësisht se je vetëm 18 vjeç, ke një detyrë shumë të rëndësishme, të bësh rolin e nënës. Është roli më i bukur në jetë, që Zoti na jep, pavarësisht se rrethanat e tua janë shumë të vështira. Unë e kuptoj, zemër, që shumë gjëra ti nuk i ke ditur në jetë. Askush nuk të ka mësuar. Thjesht fakti që ti vajte 6 muaj e shtatzën dhe nuk e dije që ishe shtatzën dhe vajte tek spitali për të parë pse të po të rritesh barku, e kuptoj që askush nuk të ka mësuar në jetë. Një nën që ka për detyrë të mësoj vajzën e vet në ciklet e jetës, ty të ka munguar kjo gjë. Dhe nuk të paragjykoj, as nuk të gjykoj, është një fatkeqësi që të ka ndodhur. Por sot ti do të bëhesh një grua, një nën e fortë dhe do ja dalësh për gjithçka. Do kesh ndihmën e çdo kujt, ma beso, ti me padyshim që do e kesh, të çdo kujt do kesh ndihmën për t'ja dalë. Por unë dua të pyes, duke ditur që me këtë person ke qëndruar 2 vite, re në dashuri apo ishe detyruar vetëm sa i të kërcënonte? Jo, isha e detyruar se të shkosha me person. Në momenti që ti mbetesh shtatzën dhe mësove në spital që ishe shtatzën, të ra bomb, besoj, një lajm bomb. Ja komunikove direkt pikërisht zotit Alex Gjoka? Po. Dhe çfarë të thaj në fillim? Ma i tham të dhim po, tha, një ashtin, një tha, do përgjigjem edhe më dhunë kush ta mos i tregos kërkujt, ta që është i tha. Tha, nëse ma ku lindi, ta është në hajtë të javim më të sinë fëmisi, ta është nuk... Jo, tha, nuk mund një ave jerë, më rejtë, thote do vi me datë 30, me datë 25, këshu, thote i, nuk dite, mëse ne më këshu, po vok një 4 muaj, nëse bo 4 muaj. E 100 vjeç u Edhe morën vesh njerëzit e vet, i ka tregu ky. E njerëzit e vet, e ky i thot njerëzve të vet nuk është fëmia im, thot. E ka mohuar. Po, edhe thot ja bëjmë atë, thot, se fëmia nuk është imi, thot. E qartë, ai mund të bëjë analiza DNA-je, mund të mashtroj, mund të gënjej ty, të thojë që nuk është djali im se e bëra analizën ADN-s, ti nuk mund të shikosh asgjë, padyshim. Por ka dhe disa procedura të tjera, që nëse ky Alex Gjoka na dëgjon, ti di mirë këto gjëra. Ka disa procedura të tjera, që ti drejtohesh gjykatës për një atësie dhe bën gjykata atë analiza DNA-je që e vërteton është babai apo jo. Ti je e sigurt që ai është babai? Po. Zemër, me sa shikoj, kushtet në të cilat jeton nuk janë të mira. Kush po kujdeset sot për ty dhe për djalin? Blerta, ku jeton aktualisht?
Je vetëm apo je te shtëpia e babait? Babi. Të paktën është babai që kujdeset për ty dhe për djalin. Ai në këto 4 muaj nuk ka ardhur asnjëherë ta shikoj fëmijën e vet? Jo. E ka mohuar dhe kaq. Por pronari jot që e ka kushurire, ka mësuar këtë histori? A ka më. Ti vazhdon të shkosh në punë në të njëjtin vend pune apo ke ikur nga ajo punë? Ja, kam ikur, e kam lënë. E ke lënë atë punë. E dashur Blerta, ti përveç se ai të ka mohuar atësinë, ke dhe probleme me gruan e tij e cila të kërcënon. Që logjikisht ajo nuk ka asnjë lidhje me ty. Ajo e ka me burrin e saj. Ti në këtë histori je viktim. Ajo nuk i thot asnjë gjë burrit vet veç me mua. Ti ke fajte të janin, se ajo nuk e di se çfarë ka bërë burri vet. I ke thënë ti që burri jot ka abuzuar me mua? Seksualisht ja ke treguar? Të nuk e besoj. Unë të jap një këshill, që kësaj zonje, e cila fatkeqësisht është tradhuar nga burri, është fatkeqësi, mund t'ja fikësh telefonin dhe mos e streso veten tënde se çfarë thot ajo zonjë. Nuk më marrë në ban telefon, asa i gjë. Por gjatë kohës që ti jetoje me Aleksin, në 2 vite që kishe marrëdhënie, çfarë të premtonte ty ai, çfarë të thoshte ty ai? Nuk të thote asnjë gjë, po që me thonë që thote mos i trego kujtë, se ti ke me pas shumë pasoja, dhe fjallë, është veqa që më thote, shekat. Po sot që po flasim të dyja, e ke denoncuar në polici? Ja. Pse? Kam fol veç me atë. Jo, pse nuk shko në polici? Ke frikë nga të shkosh ta denoncosh në polici? Sepse në situatën në të cilën ndodhesh ti e dashur Blerta, përveç se do i bësh një denoncim këtij personi që të paska shkatëruar jetën, adoleshencën tënde e paska shkatëruar, patjetër që unë do të ndihmoj dhe për pjesën e gjykatës për të patur një avokat falas që ti të drejtohesh gjykatës për njohje atësie. Dhe në momenti që njihet atësia në gjykatë, gjykata vendos për kujdestarinë e këtij fëmije, të djalit tënd që sot është 4 muaj. Si ja ke vendosur emrin? Gëzim. Gëzim? Ja zgjodhe ti? Të solli Gëzim? Fëmia sjell Gëzim, pavarësisht se ai fëmijët janë për herë të pafajshëm, por ka domethënie fjala Gëzim. Dhe më vjen mirë që ja ka vendosur Gëzim sepse ai të solli Gëzim, se ai është gjaku jot. E ke mbajtur 9 muaj në bark, e ke ushqyer me gjakun tënd dhe uroj të jesh nëna më e lumtur me atë fëmijë. Por po të shpjegoj që ti ta kuptosh se çfarë mund të ndodhi në ditët apo në muajt në vijim. Në momentin që bëhet njohja e atësisë, gjykata vendos për kujdestarinë e këtij fëmije, që automatikisht kujdestaria do të qëndrojë ty si nën. Dhe ai baba do ketë të drejtat e takimit, që ndoshta ai nuk mund të vijë asnjëherë ta takojë atë fëmijë, se s'ka dashuri dhe nuk e ka pranuar, por aman ka një detyrim ligjor. Një detyrim ligjor që do paguaj çdo muaj për atë fëmijë. Që nëse ai e refuzon dhe nuk e paguan, ka një zyrë tjetër që quhet zyra përmbarimore, që i jep urdhër që të ekzekutojë vendimin. Dhe në momentin që ai prap refuzon, çdo lloj numri llogarie, çdo lloj pasurie që ai mund të ketë, i bllokohet automatikisht dhe të kalojnë ty në formë të ardhura shpërritjen e djalit. Kështu që ai zotri uroj të ketë 2 mend në kokë, ti kuptoj situatat,
Çfarë do lloj gjëje që ka bërë, që të ka shkatëruar ty dhe e përsëris ai duhet ishte në burg sot dhe jo i lirë, ai duhet të kuptojë se çfarë e pret më pas dhe duhet të ndërgjersohet. Mirë nënës ja shkatëroi jetën, por mos ja shkatëroi jetën fëmijës djalit të tij. E dashur Blerta, unë dua të pyes, pse nëna ju ka braktisur? Si ty dhe motra dhe vllajin? Ka qenë një kohë se ma kalon qysh vegjël, mu kalon i vjeqe, se motrën që e kam shtëpia është ma e madhe, është 21 vjeqe. Është më e rritur se ty, po? Edhe ka ikur, gjithon si ka qenë puna, në let vegjël e iku martu me dika tjetër. Dhe baba ju rriti juve. Por ti, kur u rrite, e kërkove nënën tënde? Nuk e kërkova që nuk isha Dashuri. Po. A i njeti sot nënën tënde? E një, po nuk e parasysh. Që më kanë tregu që kjo është unë ma përpare, nuk e kam një. Por ajo s'u ka ardhur asnjëherë t'ju kërkoj? Ja. Po babai, i cili është hero, besoj, për ju. Është hero juaj, që e lidhi jetën me ju dhe ju rriti me sakrifica, e marr me mend se sa ka vuajtur babai juaj. Por ai çfarë ju ka treguar për nënën? Ai në ka treguar shumë atë, keni punë që ju kalon vegjël, kam rritë punë, janë shumë që e punin. Por me njerëzit e nënës, me gjyshen, as këtas ju kanë kërkuar? Ja. Fatkeqësisht ti nuk njeh asnjëri nga gjaku i nënës? Ja. Do kishe dëshirë ti njëje, ti takoje? Nuk kam dëshirë më pare as më taku njështë asati që të një dhe që kalam nuk e apu as për njerëzit e nënës as për nënën. E dashur Blerta, nëse nënën do ta kishe përballë, siç më ke mua tani, që nuk e njeh, ka lënë 1 vjeç, dhe është fatkeqësi kjo, çfarë do i thoshe? Do e përqafoje? Apo do i thoje pse më braktise? Zemër, sot je bërë vetë nën dhe e kupton rolin e nënës dhe dhëmsurin për një fëmijë. Por unë nuk dua ta paragjykoj nënën tënde, nuk i njohim situatat në cilën ajo është ndodhur dhe ka ikur. Besoj që asnjë nën nuk i braktis fëmijët, por do të jenë shumë rrethana të forta që ajo i vë një gur zemrën së saj dhe largohet. Ti më the që do ta përqafoja nëse do ta kisha përballë. Kjo tregon që të ka munguar imazhi i saj. Ke dëshirë ta takosh? Ta njohësh? Apo ndoshta nuk do të lëndosh babain sa ai gjithnjë ju ka thënë mos e takoni? Ajo është. Nuk do të lëndosh babain. Ke një mesazh për t'i përcjell nënës, një Blert që ka qenë 1 vjeç, kur ajo ka ikur dhe se ka njohur, dhe sot një Blert që është bërë një zonjë dhe është bërë nën. Çfarë mesazhi do përcjellje për nënën tënde? Gjithnjë nëse e ke përballë siç më ke mua tani. Ke një fjalë për t'i thënë? Nuk do. Është e kuptueshme. Blerta, zemër, unë do bëj të pamundurën për t'u lidhur me zotin Alex Gjoka.
të lidhe me këtë zotëri, ndoshta ai disa gjëra nuk i di, duke marrë shkak nga jeta jote e vështirë, të ka shfrytëzuar, dhe padyshim si një grua në moshë, jam 2 fishi moshës tënde, do flas me këtë zotëri dhe të premtoj që do vi të takoj nga afër dhe do të ndihmoj për gjithçka që ti ke nevojë. Jam e sigurt që ti ke nevojë sot për pampers, për letra të lagura, për rroba, për qumësht për bebin, nuk ke asgjë dhe këtë gjë e kuptoj, sepse teksa po flisim të dyja, unë pash edhe ambienti ku jetoje dhe duket që nuk i ke kushtet. Por gjithsesi mos u dorëzo. Të gjithja kemi nisur nga asgjë. Edhe unë, kur kam krijuar familjen time, nga asgjë e kam nisur. Që se keni mundësi veç një dhomë që të përveç me fëmin tim. Dhoma në të cilën ti jeton të rregullohet dhe të bëhet e banueshme që ti të jetosh me fëmijën tënd, me djalin tënd. E qartë, do flasim të dyja dhe pas këndave për këtë pjesë Blerta dhe ta them me zemër, jam prekur kaq shumë nga ty sa do bëj gjithçka për të ndihmuar. E dashur Blerta, përpara se të lidhem me Aleksin, gjithnjë nëse ai do më përgjigjet, do bëj gjithçka për të lidhur me këtë zotëri. Dhe nëse nuk do më përgjigjet në këtë live, do gjej format e tjera. Unë dua ti përcjellësh një mesazh babait të fëmijës tënd. Ai ka më dhënë fare fëmijën e vet të Padyshim zemër që ai e ka mohuar. Dhe unë dua të pyes në takimin e fundit që ti ke pasur me atë, çfarë të ka thënë ty ai konkretisht? Nëse takuar asnjëherë me kë. Pas lidhjes së djalit ju nuk je takuar asnjëherë me të. Jo. Por në telefon çfarë të ka thënë për herë të fundit? Për të fundit s'u ka thënë gjë, më shkon ndarë i shpoj se për herë se është quni mirë te Anena, këçit gruan e vet. Po si tani? Telefon. Ai ti sot flet me atë? Ja. Pra, ti nuk flet më me atë, ai e ka mohuar fëmijën, më the. Pra, telefonata e fundit ka qenë kur ai e ka mohuar djalin dhe të ka thënë nuk është imi. Dhe nga ai moment ti nuk e folur më. Dhe është gruaja e tij që të shqetëson. Me sa po kuptoj unë. E qartë, gjithsesi, ti do ndjekësh rrugën ligjore për të përfituar të drejtën tënde dhe mbi të gjitha të drejtën e atij fëmije. Kështu që do mbetemi të dyja bashkë në kontakte dashur Blerta dhe të uroj më të mirat e kësaj bote. Qofsh nëna më e lumtur në botë. E dëgjuam historinë e kësaj 18 vjeçare e cila më shokoi sinqerisht me atë që tregoi, përpos çfarë ka kaluar në adoleshencën e saj, sot është bërë nën, ka një djalë 4 muajsh dhe nuk ka asnjë të ardhurë të arrisja të fëmijë dhe mbi të gjitha babai e ka mohuar. Unë premtova që do bëj të pamundurën për të lidhur me zotin Aleks Gjoka, por mora vesh informacioni që ai aktualisht ndodhet në spital dhe do të jetë bashkëshortja e tij, e cila kërkon të reagojë dhe të tregoj për ngjarjen, duke ditur që 18 vjeçaria më tregoi që merr kërcënime nga nusja e Aleks Gjokës, kështu që hap dritaren dhe ftoj të zonjë për ta dëgjuar. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Me zotin Aleks Gjoka desha të flisja pak. Kush është ai? Aleksin. Po? Ju Ka Aleks Gjoka po? Unë jam e shoqja. Kush jeni ju? Unë jam Odeta Dume, një gazetare, dhe desha të flisja pak me Aleksin. Zonjë nderuar, Aleksi nuk ndodhet, du është në spital. Oh, të shkuara, mund ta telefonoj më vonë? Jo, mos i pidi mos ti telefoni. Atëre zonjë, vetëm thjesht po ju them atëre arsyen e telefonatës time. Po? Një 18 vjeçare me emri Blerta ka bërë një denoncim, Po? ku realisht denoncimi nuk është vetëm për Aleksin, por edhe për ju. Po? Ku bashorti juaj ka sjell në jetë një djalë me 18 vjeçare. Po? Dhe nuk ka njohur atësin. Po? Nuk si një betacia kur kjo është në rangun e një prostitute dhe kanë shku mbi 4-5. Por të lutem zonjë, ç'është ky fjalor tani për një... Jo, s'ka fjalor. Më ka treguar që bashorti juaj ka abuzuar seksualisht me atë që në moshën 15 vjeç. Jo, 15 vjeç ajo s'ka qenë aty fare. Është janë mashtrime, kupton apo nuk di çfarë them tash. Nuk ka abuzu bashorti im me vajzën, sepse vajza është në rangun e një pika.
po të flasë si none, kupto se ç'a them. Por gjithsesi, kjo është një fatkeqësi për atë 18 vjeçare, e cila këmbgul. Po jo, ajo më tregoi një histori, dua ta them, ajo ka punuar në një lulishte me lule që burri juaj e kishte kushuri dhe ai aty e ka njohur dhe ka abuzuar. Ka patur 2 vite marrëdhënie me të. Jo zemër, sa ajo ka qenë me 3 dashur, që vishin e mershin ke puna. Pra mund të ketë patur dhe 10, por ka patur dhe burrin tuaj fatkeqësisht. Në rasti, ajo tash po vishet për arsye tjera. Zonjë, është një analiza DNA-e që vërteton dhe nëse del Aleksi që është ai babai, gjërat dalin më të ndërlikuara. Nëse nuk është Aleksi, ajo goc do vi të kërkoj falje publike. Edhe ty dhe Odeta, nëse analiza e DNA-s del që Aleksi është babai, ai do të marrë përgjegjësitë e veta, ju ka thonë Blertës edhe familjes vet. Tash kur dalin përgjigjet, çfarë duhet bëjmë ne moj Odeta? Përgjigja zjat 2 javë dashur, fëmia ka 4 muaj që ka lindur. Po 2 javë, bëjmë lajme nëpër gazeta. Po sepse ju e keni në dorë që mos bëni lajme në gazeta. Fëmia ka 4 muaj që ka lindur dhe duhet ta kishit bërë. Ne 4 ditë ka që e kemi marrë vesh më Odeta. Unë 4 ditë kam që e kam marrë vesh më Odeta. Po Aleksi ka qenë i njoftuar, e ka ditur këtë histori. Ka qenë i njoftuar, ka këtu se po mbyllet kjo histori e po shko këtë dashurit e vet, me cilin ka fëmijën. E dashur, ti e ke bashkëshor dhe të vjen keq. Por, duhet të mendosh një gjë, nëse ai ka patur një marrëdhënie me të, mund të jetë dhe ai babai, mos e përjashto. Nuk kam patur to. Është thjesht kjo 4 muaj ku ka qenë kjo. Por ka pritë se po e merr tjetri. Por pse Blerta duhet ta akuzoj pikërisht Aleksin? Ajo nuk është një vajzë budallaqe, se analiza e vërteton atë gjë. Po pra, këtë po themi, kemi thonë, prit analizën edhe akuzoje. Këtë i kemi thonë Odeta. Prit analizën edhe vërtetoje bo qa dush. Derisa dalë analiza, që do të bëjmë ne tash? Që ju mos ta kërcënoni. Ajo më thot gruaja e Aleksit më merr në telefon. Po ne po ashtu se i kemi bë blok që mos shkruaj se pia çash. Odeta nuk e di se ç'a bën. Është bë analiza dhe i kemi thonë deri në momentin që të dalë analiza, shoh. Merr avokat, merr policë, merr ç'a dushti, po derisa dalë analiza, ajo do kohën e vet, ajo nuk e kupton që analiza do 2 ose 3 javë deri kur ti përgjigjet. Jo, ajo e kuptonte dashur, ajo do i drejtohet gjykatës për njëjë atësie dhe analizën e ADN-s e bën gjykata më pas për ta vërtetuar. Se ta bëj kush të doj atëherë, moj pa, ne e bëm për këtë arsye po them, që të shmangshim këto gjona, këtë morë përgjegjësitë e veta. Mos e bëm më të madhe se është bë. Kaq. Nëse ai është babai ta pranoj dhe të mbaj detyrimin ligjor. Po ja kemi thonë më gru. Sepse është braktisur. O ja kemi thonë nëse ky është babai do të marrë përgjegjësitë e veta. Çfarë do të themi më tjetër tash? Pastaj ju kanë bërë blok telefonat, nuk ka me çfarë të komunikoj se do lek për asaj. Kjo është historia Odeta. Pse ju po më tregoni që ajo është një nënë e droguar? Po. Ajo pi hashash, ajo që është 10 vjeç pi hashash. Ajo është pi hashash, ajo me 5.000 lekë që pi hashash. Ti boni analizat e hashashit dhe e lam këtë gjë që mos merr për masa tjera. Ajo që është 2 vjeç, ajo pi hashash. E gjona tjera se di, po për hashash e kam pa vetë. Gjithsesi, unë kam në një takim me Blertën, padyshim do ta ndihmoj se më dhimbset. Ajo është rritur pa nën, sigurisht nuk e... I di gjitha unë. I di gjitha. I kemi thonë, dali përgjigja, do të morin përgjigjitë tona. Doli përgjigja, i ke gjetë dashurin që e ka braktis. Qa të them unë tash? Mirë... Qa të them? Jo, ti nuk e çfarë thua, ti e gruaja e Aleksi dhe ty të ka rënë si bombë, unë e kuptoj këtë gjë. Po të bombë tash, nuk mund të merrem me një hashashi që është 10 vjeçe. Por gjithsesi, ajo ngre gishtin mbi një person, nuk e ngre kot, ka pasur një marrëdhënie. Ore, dakord, po, kemi bë analizën, kam paguar Po mirë, tani e dashur, po të flas tani si nën, jo si bashorte. Si nën për ne pyeta. Po nënja, po të flas si nën, tani edhe të mbrosh burrin, të shkoj me një 15 vjeçare, të ketë abuzuar, tani dhe unë nuk jam dakord. Nëse historia është kështu. Jo, po nuk tani nuk flitet edhe kështu. Një 15 vjeçare, rritur pa nën, e shfrytzuar. Sot është 18, se kur ka pasur marrëdhënie me burrin tënd ka qenë 15 vjeç. Jo, leje çato, tash do të beson një femër që pi hashash, ajo mund të thotë shumë gjona.
Por gjithsesi analizat është përdoruar rregullat e arkatit. Por gjithsesi e kupton. Gjithsesi okej, ke të drejtë, nuk mund ta besojmë 100%, por edhe juve, edhe Aleksi nuk kam se besojnë 100%. Një analiza DNA-je e vërteton. Unë padyshim do takohem me Blertën, do flas, gjithë qëllimi im është ta ndihmoj. Ajo është një situatë rruge, një situatë shumë të vështirë. Një situatë rruga ajo, po vete se do lekët për ashash, Deta. Tani unë e pash vetë se ku jetonte. Si ku ti jetosh në rrugë. Ajo ka solle, se shtëpi nuk quhesh. Ajo ka thënë se ka gjetë minjerën e arit, Deta. Jo, ajo nuk kërkonte para. Ajo kërkonte njohjen e atësisë. Po ja, nuk pa jo më kush më Deta, ja kemi thonë. S'po ja më kush dali analiza, nëse ky është babai i fëmijës do të mori përgjegjësinë. Dakord, më vjen mirë që e pranon këtë gjë që ka bërë burri, i e gatshëm. Po ja kemi thonë edhe babës, vetë pa dalë analiza, çfarë do bëjmë ne? Jo, të thash që më vjen mirë që e pranon, që nëse del pozitive që ai fëmijë është i burrit tënd. Deta, nuk bazohet njëri me mendje, Deta. Jo. Pa po analizat. E qartë pra. Analiza do të marrin përgjigjen edhe me gjithë shka. Pra, edhe nëse analiza del që është Aleksi babai, ti do e pranosh? Zoj, unë do të pranoj gjithë shka nga kam thonë asaj, po s'e babai, a di që ajo do akuzohet? Po pa tjetër, keni të drejta dhe ju pastaj nëse ajo akuzon, por ne do betemi bashkë në kontakt, pa dyshim. Deta, nëse burri im nuk është babai, ato do të akuzohen, që që të rritë për të leta, nuk kanë akuzohen. Dalin analizat për ty, ja, dhe të vazhdojmë, që të presim? Prandaj do presim, edhe unë jasjerova këtë procedurë. Po që të shi, këtë i kemi thonë? Gjësi është e rëndë, sido që tjetë është e rëndë. Unë të falenderoj që më përgjigjen në telefon. Po të përgjigjen në telefon, me se ne po vdesim dita ditës. Kemi ka javë me këtë loj punë, unë javë kam që e kam marrë vesh. Se kjo po i ka bo presion tim shoj që do të pres, do të boj. Ty shkreti me e kalu, duke ditë se sa përdorus tje ka pas, duke ditë që është në efektin... Ka bo dhe analiza për atë, ka thonë Blertë që ka bo analiza dhe për një mashkull tjetër? Nuk më ka thënë, por me thënë të drejtë. Jo, pra, ta thot Blerta. Me thënë të drejtë, një 61 vjeçar të ketë frikë nga një 17-18 vjeçare. Ka bo analiza dhe një mashkull tjetër, ka dhe 2-3 pretendenta tjerë që ne nuk mund qisim emra se jam grup 50 vjeç. Edhe prishim familje. Mbra mu përgjise do t'a bajon. I kemi thonë, ku du t'i gjemë 5-6 veta tjerë, ku t'i marim ato fuj Blertës. është shumë e pa drejtë, kjo që i botë tim shoqi, 61 vjeç. Ka dhe 5 veta tjerë është përdorusa ashashti. Deta, po merrnin qafi familja, Deta. Jo, nëse bashorti juaj nuk ka lidhje në këtë histori, është një tmerr për familjen tuaj, të kuptoj këtë pjesë. Po tmerr, mu ka mull djalin, ju ka mull djalin 21 vjeç është izolu. Po një Blertës që pi ashash, a kuptoni, as kuptoni. Mëllë më këtë histori se nuk e ka refuzu kush. E dashur, por aman, që burri juaj mund këtë pasur një marrëdhënie dhe ti thua jo nuk është babaj se mund këtë shkuar ajo një kosisht me... Nuk ka pas marrëdhënie moj me të. Nuk ka pas marrëdhënie, burri im është... do të plasim. Nuk ka pas burri im marrëdhënie me të. Ju e mohoni në mënyrë kategorike, e qartë, e mohoni... Kategorik. Unë kam njëtë 15 vjetë pa bo fëmi vetë, e kam bo me fekondimin vitro, moj. A me vesh, Deta? E qartë, e kuptoj. A e kuptove tash se ku jam unë? Mirë, do mbetemi në kontakt, u bëft më e mira për familjen tuaj, se s'kam asgjë sinqerisht. U bëft më e mira dhe për atë fëmijë. Mirë, e dashur, do mbetemi në kontakt, do presim 2 javë. Po pra, këtë po them. Unë ne ja kemi thonë asaj, pa dalë analizën ne s'kemi çfarë të bëjmë. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëni një pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.